Aktivistja Feride Rushiti doli mbrëm në konferencë për media pak pas mesnatës, pasi nuk arriti të zgjedhej presidente. Qëllimi i kandidimit të saj tha se ishte nxjerrja e vendit nga ngërçi politik dhe se për këtë deklaroi se pranoi shumë kërkesa, përfshirë edhe nga partnerët ndërkombëtar. Specifikisht, Rushiti përmendi ambasadën e Mbretërisë së Bashkuar në Kosovë. Mirëpo në një përgjigje për Dukagjinin, ambasada ka mohuar pretendimin e Rushitit. Është rol ekskluziv i partive politike që të diskutojnë dhe të nominojnë kandidatët e mundshëm për zgjedhje. Mbretëria e Bashkuar nuk ka asnjë rol në propozimin apo mbështetjen e ndonjë kandidati të veçantë në Kosovë dhe nuk e ka bërë një gjë të tillë. Vendi do të shkojë në zgjedhje të parakohshme parlamentare brenda 45 ditësh, por deri atëherë, ambasada kërkon maturi nga partitë politike. Ashtu si në zgjedhjet e tjera të fundit, ne vazhdojmë të inkurajojmë të gjitha partitë që të veprojnë në përputhje me ligjen dhe kushtetutën, si dhe ta zhvillojnë fushatën në mënyrë konstruktive dhe me respekt. Kurse ambasada e Gjermanisë ka shprehur keqardhje që Kosova do të humbë sërish kohë në procesin e saj integrues. Gjermania mbetet një mike e afërt dhe partnere e përkushtuar për Kosovën në rrugën e saj drejt integrimit euroatlantik. Përparimi në këtë rrugë kërkon institucione plotësisht të mandatuara, funksionale, stabile dhe efektive. Në këtë kontekst, është për të ardhur keq që po humbet kohë e çmuar për shkak të një raundi tjetër zgjedhjesh parlamentare. Në të njëjtën kohë, ambasada thekson se është e rëndësishme që një proces i tillë parashihet nga Kushtetuta e Kosovës. Në përgjigjen për Dukagjinin, ambasada thot se tani prioritet duhet të jetë që të gjitha hapat e nevojshëm të inicohen dhe zbatohen pa vonesa, në përputhje të plotë me Kushtetutën, ligjet në fuqi dhe vendimet përkatëse të gjykatës kushtetuese.